Përmbushja e detyrimeve në bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe objektivi që negociatat të mbyllen brenda 2027-s ka bërë që Ministria e Drejtësisë të propozojë ndryshime ligjore urgjente në kodin penal. E re është një dispozit mbi kriminalizimin e mashtrimit që ndikon në interesat financiare të BE-s përmes nenit të shtuar 143A. Përdorimi ose paraqitja e deklaratave ose dokumenteve të reme të pasakta ose të paplota, që ka si efekt përvetësimin ose mbajtjen e padrejtë të fondeve nga buxheti i përgjithshëm i BE-s, dënohet me burgim deri në 5 vite. Një nga ndryshimet më të rëndësishme në paketën e re ligjore prek nenin 234A që lidhet me pjesëmarrjen në organizata terroriste. Kështu, sipas propozimit, çdo person që merr pjesë ndihmon me financime, informacion apo dokumente të falsifikuara në aktivitetet e një organizate terroriste rrezikon dënim jo më pak se 15 vjet burg, ndërsa aktualisht dënimi është minimalisht 7 vjet dhe maksimalisht 15. Për korrupsionin vjen një sër nenesh të reja që synojnë të ndëshkojnë si korrupsion aktiv, ashtu dhe atë pasiv të nënpunësve dhe funksionarëve të lartë të BE-s. Për këtë kategori parashikohen dënime nga 6 muaj deri në 3 vjet burg, ndërsa kur korrupsioni ushtrohet ndaj anëtarëve të Komisionit ose Parlamentit Evropian, dënimi mund të shkojë deri në 5 vite burg. Për korrupsionin pasiv, masat janë dhe më të rënda, nga 2 deri në 8 vjet burg për punonjësit dhe nga 4 deri në 12 vjet për funksionarët e lartë. Ndryshimet e forta parashikohen dhe për trafikun e drogës në sasi të mëdha ku autorët do të përballen me 7 deri në 15 vjet burg, i cili nuk ndryshon në dënim, por zgjerohet fusha e ofrimit. Dënime më të ashpra parashikohen dhe për krimet seksuale, abuzim me të mitur poshtë moshës 14 vjeç, dënohet deri tani nga 7 deri në 15 vjet burg, ndërsa me ndryshimet e reja bëhet 10 deri në 20 vjet burg. Pasuritë që lidhen me interesat financiare të BE-s do të trajtohen me ligje të posaçme europiane. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, këto ndryshime synojnë forcimin e shtetit ligjor dhe parafrimin me standardet e Bashkimit Evropian. Në thelb ato pritet të ndikojnë ndjeshëm në luftën kundër korrupsionit, terrorizmit dhe krimit organizuar.